Sunduesi cilsis Yedurwesi mirsis Kush kërkon Zot për veçteje Denga rruga e kësaj feje Kush kërkon Zot për veçteje Denga rruga e kësaj feje Kush prej teje ndihmë kërkon Për asgjë s'do t'jetë pishman T'falenderoj o Allah që na bëre musliman T'falenderoj o Allah që na bëre musliman Allahu Ekber Tekbir! 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 Nderuara motra. Allahu e shpërbleft vllaun ton Ferki Shalën nga Mitrovica. Kërkoj ndjes. Po Mitrovica është Prishtinë, e Prishtina është Mitrovica inshallah. E Mitrovica është kretë Kosovë, inshallah. Po. Duke mos u mburkohë dhe kërkojmë ndjes që hoxhallarët tanë kanë me pas radhën me lenë Allahu te baraka ve taala. Në sken, pas pak qasteve do taftojmë doktor Efendi Zekeri Bajramin. Po më lejoni të nderuar vëllezër dhe motra, sa do kudo t'ju njoftoj edhe pse hoxha është i njoftum në trojet tona. Doktor Efendi Zekeria Bajrami u lind në vitin 1952 në fshatin Bojan. Në fshatin Bojan, rrethi i Shkupit. Mësimet fillestare, leximin e Kuranit i mori në vetë lindje të hoxha i fshatit shquar, të hoxha i fshatit i shquar dhe i përmendur në treve tona, Nevzat Efendi Hasani. Ambicet e tij nuk u ndërpren me kaq, kështu që si i ri, aty nga viti 1968 mësimet fetare i vazhdoi të hoxha i njohur dhe me renom të lartë fetare, Haxhi Rafis Efendi Hoxha, më pastaj gjegjesisht në vitin 1971 u regjistrua në medresen Alaudin në Prishtinë në vitin 1975-76. Më pastaj regjistrohet në fakultetin e Usuluddinit pranë Universitetit El Azhar në Kairo, të cilin e mbaroi me sukses, studimet i mbaroi në afat shkëlqyer, saqë diplomoi në vitin 1979-80. Nuk mjafton kaq, të nderuar vëllezër, rruga e tij e ndritshme vazhdoi ashtu që në vitin 1984 pranë katedrës së fakultetit Darul Ulum të Universitetit të Kairos me sukses mbaroi magjistraturën. Si student gjatë muajit të Ramazanit nuk pushonte, por energjinë dhe potencialin fetar e harxhonte duke shërbyer si imam në disa fshatra. Në vitin 1978, gjatë muajit të Ramazanit nga ana e Bashkisë Islame, u caktua si vajz, si ligjerues në xhamin e Isabeut në Shkup. Më 1979-82 ligjeroi në xhamin Sultan Murati. Më 1983, në këtë vit kur kom lind unë, e deri më sot punoi si imam, muallim dhe khatib i rregullt në xhamin Sultan Murati. Në vitin 1986, kur i kam pasur në 3 vite,
inkuadrua hoxha në Medren e Isa Beut si profesor me honorar. Pas 3 viteve ju mundsua që të zgjedh mes medresës dhe xhamis Zekeria Efendi Bajrami e zgjodhi këtë dytën. Nga medresia u largua, por jo edhe nga mësimi i fëmijëve dhe të rinjeve, kështu aftësoi dhe para tij kryen hatmet e Kuranit mese 1200 nxënës, ku ca prej tyre kryen hafëzin e Kuranit, hafëzllëkin e Kuranit, medresen e disa të tjerë vazhduan drejtime të ndryshme. Në këtë rrugë, në ligjëratat e tij janë të pranishëm njerëz dhe struktura të ndryshme, nxënës, student, intelektual e të tjerë. Elusmi Allahun subhanahu wa taala të madhrishëm që të na mëshiroj të gjithëve neve dhe ligjëruesit tanë. Amin. Doktor Efendi Zekeria Bajrami pas punës ligjëruese, predikuese, nuk haroi as punën, nuk haroi as punën. Ai është edhe autor i disa librave: Në vijim, Agjerimi, Pse dhe Si. Libri i dytë, Vasijeti i muslimanit, porosia e muslimanit. 70 porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salatu wassalam, shëmbëltyr e të urtëve dhe libra të tjera. Libri i radhës, Letadi, Rinia, dhe libri i fundit, Fjala e bukur. Doktor Zekeri F. Bajrami, pas një pauze të konsiderueshme, në shkurt të vitit 2005, me sukses mbrojti disertacionin e doktoraturës me temë Qëndrimi i Islamit ndaj laicizmit. Në këtë vit edhe unë isha student në Kairo kur hoxha i nderuar Zekeri Bajrami e kryti doktoraturën. Andaj ndikimi i tij në vend, më thënë, tema Qëndrimi i Islamit ndaj laicizmit, ndikimi i tij në vend të Ballkaneve. Këtë doktori e përfundoi në Kairo, Egjipt. Andaj e ftojmë hoxhën të nderuar doktor Efendi Zekeri Bajrami të na këshilloj me këshillat e tija të arta. Falyatafaddal ash-sheikh mashkuran. Ma'jura. Bismillah, Lazni, ata të cilë e kanë parku kerrin në rrugën kryesore 1, edhe do kerë do të Holandës atje, në të hekin se po dënojnë ata që dënojnë ata të dënimi zi që shkirën Gjerman që këtu. 300 metra për këtu i të është parkingi për ju, ama dilni inshallah mos të merë një dënime. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. Të vëllezër, hamdi dhe falënderim, lutjet dhe adhurim i takojnë vetmit Zot të pashoq, pra Allahut Dhul Jalal, i cili shumë të mira na dhuroi, por më e mira e tyre është ajo që në Islam na udhëzoi. Salat dhe selam edukatorit ton suprem Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Po ashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia. Përshëndetja jonë është selam, pra assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sipas numrit
selami mu duk i zbekt. Assalamu alaikum. Hajru l'umuri awsatuha, jo shumë me ngrit zonën, po sa duhet. Pasi u bon dy në islam, gjërat është mirë dhe preferohet të shkojnë tek. Pra edhe njëherë, assalamu alaikum. Wa rahmetullahi wa barakatuh. Zoti ju bekoft, Zoti ju shpërbleft. Nuk do t'ju mbes borç organizatorëve, bashkë me ju si pjesëmarrës, të bëjmë një lutje që Allahu me xhennetul firdaus t'ju shpërbleft. Ata që kanë ardhur prej larg, sikur të kishin ardhur në këmbë, sa hapa ka, Zoti çfarë se vape ju dhash për ardhjen e tyre dhe për kthyrjen e tyre. Vëllezër të dashur, unë do ta filloj me një ndodhi. Bisedën time do ta filloj me një ndodhi. Njëherë isha në tregun e kafshëve me blen një kurban. Dhe ju drejtuam njëri të pyetëm sa e ka çmimin kjo kafshë, ai i shkon Maqedon dhe na tha neve nuk është për ju. Dhe ne i tham, pse nuk është për ne? Tha, a e merrni për kurban? Tham, po dhe për kurban. Tha, po nuk i ka 2 vjet, prandaj nuk i plotson kusht. Ai ishte Maqedon, ortodoks. Dhe unë i tham një shokut tim që kisha me vete, thash o vllai dashur, ki Maqedoni ortodoks e di ka se kafsha e madhe për kurban duhet t'i ketë 2 vjet të plotë. Ka dikush prej tonëve thash që është musliman e nuk e din këto. Ai është pak kështu i gjallë, tha orë, po ki që këtë e kanë dëgju dhe e ka registru, po neve tha ne i nëzorët mend të forta, çka të bëjmë mend përpara. Edhe juve Zoti ju dhash hajrin në këtë program bukur të gjatë, po përveç hoxhallarëve keni këtu djelmosha që këndojnë ilahije, keni këtu këngëtar të mirë që edhe ato kanë pranuar të këndojnë ilahi, e ato pak ju lëvizin emocionet, e të keni pak kondikcion të në ndëgjoni edhe neve, dhe pse një shpesh me ju, inshallah nuk ju mërzitim, apo? Allah ju shpërbleft. Vëllezër të dashur, organizatorët ka zgjedhur një temë që unë të flas mbi të. Obligimet dhe roli i muslimanëve në perëndim. Është një temë shumë e gjerë. Obligimet e muslimanëve dhe roli i tyre në perëndim. Obligimet e muslimanëve dhe roli i tyre kudo që janë shumë të mëdha, por në perëndim janë edhe më të theksuara. Nga se ju në këtë troje jeni shkaktar që në që këtë vend për shembull të thuhet Allahu Akbar, të lexohet Kur'an e të përmendet Allahu dhe pejgamberi, po të mos ishit ju këtu nuk do të përmendesh të Allahu as pejgamberi. Ky vend në ditën e gjykimit do të dëshmon për ne që kemi marrë pjesë këtu në këtë vend, do të dëshmon se na kemi ardhur me vetëm qëllim për ta përmendur Allahu dhe pejgamberin dhe inshallah Allahu me xhennet do të na shpërblet të gjithë. Vëllezër të dashur, ju e dini se ki islam don burra, ki islam don gra, të mira, aktiv, don njerëz, don aktivist. Ju e dini se pasi ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omeri radiallahu anhu ka ardhur si halifi pas Ebu Bekrit. Ju e dini se pas pejgamberit ka ardhur Ebu Bekri, pas Ebu Bekrit Omeri. Dhe Omeri e ka mbledh këshillin e vet, qeverinë e vet kushtimisht të them, dhe ju ka thonë, çka doni ju, merrenti ka pyet, ty çka doni? Njoni ka thonë, unë du ta kem kodrën e Uhudit ari dhe ta jap sadaka fi sebilillah. A tjetër ka thonë, ta kem kodrën e Uhudit mill e ta jap sadaka për fukara. A tjetër ka thonë, kështu e kështu të gjithë kanë pas ambicje që të kenë diçka mundësi e të bëjnë, të kontribojnë për fenë, për dinin e Allahut. Në fund e kanë pyet Omerin, kanë thonë, ti ja emirel mu'minin, çka i lutesh Allahut? Tha, kodra e Uhudit me ari është e dobishme, kodra e Uhudit me mill për fukarat të ndahet është e dobishme, e kjo kret, por unë tha isha lut Zotit, ta kem një dhamë që kështu sa jeni ju këtu 8-9 vjet, ti kem do burra sikur Ebu Bekri. Pra Omerit ju kanë ndesh burra, Islamit i duhen burra, kur flitet fjala burra do të thotë njerëz, aty bën pjesë edhe femrat, nga se femrat në Islam kanë kontribuar me të madhe. Vëllezër të dashur, ju dini se dëshmori i parë në Islam është Sumeja, ka qenë femër.
Ajo që ka shpreh shahadetin pas pejgamberit ka qenë Hadija, ka qenë femër. Pra në Islam duhen dy gjini të kombinohen për të aktivizuar, për të punuar për këtë ditë. Obligimet e muslimanëve kudo që janë të mëdha, e sidomos në diasporë në perëndim. Ju vëllezër të dashur, këtu nuk jeni vetëm gurbetxhi. Këtu keni ardhur me të vërtet, çdo njeri ka ardhur me qëllim për kafshatën e bukës, për një jetë më të mirë, për një punësim e për x kushte këtu me radhë, por një gjë nuk duhet harru se ju jeni ambasador të Islamit në këtë troj. Ju jeni përfaqësues të Islamit në këtë troj. Ju duhet të jeni shembulltir për Islamin në këtë troj. Nga se i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur ka ndruar jetë, kalon 140.000 muslimanë. Sot numri muslimanëve është afër 2 miliard. Ai kalon 140.000 muslimanë, por në Medinë varrin e kanë vetëm 10.000. Vetëm 10.000 muslimanë e kanë varrin në Medinë, në vend lindje. E ato 130.000 tjerët ku janë? Ato kanë ndalë jashtë vendlindjes me vetëm qëllim për ta përhapur shahadetin. Andaj dërguari sallallahu alaihi wasallam në një rast ka thonë, kur në mesin e atyre prezent ishte një grua, kishte emrin Haram, bashortja e Xhabirit radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga mesi juaj do të ketë njerëz që do ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin. Ajo femër, ajo motër muslimane që ishte prezent me njëherë u emocionu dhe tha, ja Rasulullah, lutë Zotin të më bëj mu prej tyre që unë ta kaloj detin për ta përcjellë shahadetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ti je prej tyre. I dha mirë se ti je prej atyre që do ta lësh vendlindjen, do ta kalosh detin për ta përhapur shahadetin. Dhe ajo motër muslimane e ka vorrin në Kiprin e sotit, në Kipër e ka vorrin. Përse ka shkuar atje? Për ta shpërndar shahadetin. Pra ju vëllezër të dashur keni obligim, të gjithë keni obligim, ama obligimi juaj është shumë i shenjtë që ju me qenë yrnet, me qenë shembull, e me mbajt këtë Islam, e me rujt këtë Islam. E para, në rrethin e juaj të ngushtë, në familjen e juaj, duhet pas kujdes për Islamin, duhet pas kujdes dhe frikë për asimilimin, vëllezër të dashur, asimilimin na kanoset. Unë do t'ju them një rast, por nuk përmendi vend. Unë e kam taku një djalosh në moshën 30 vjeçare. Ai nuk dinte shqip, po fliste gjuhën e vendit ku ai jetonte dhe punonte. Dhe unë e pyeta, thash, prindet shkaj ke? Tha, prindet i kam shqiptar. Thash, babën edhe nonën? Tha, dyt i kam shqiptar. Prindet shqiptar, djaloshi 30 vjeçar nuk dinte asnjë fjalë shqip. A nuk është asimilim kjo? Subhanallah, kjo është asimilim? Andaj Allahu Gjelal na ka porosit dhe ka thënë, ja ju helledhina amenu ku anfusakum wa ahlikum nar. O besimtar, keni frikë, ruajeni vetveten dhe familjen e juaj të mos dështoni, të mos asimiloheni, të mos ju bese lakmia në ata djelmoshat e këtyre me vanth në hundën, buzën, veshë këtu me ra. Më te përmbajnë vanth këtu në perëndim, më te përmbajnë vanth a meshkët se sa femër. E tash djallit toni jetë lakmia, ne nuk kemi nevojë të uhazojmë për këtyre. Na kemi nevojë të uhazojmë ajo që ka qenë jona, siç u përmend disa ilahi. Ne kemi sundu botën me 1000 vjet, na kemi qenë shembull në shkencë, na kemi qenë shembull në arsim, na kemi qenë shembull në kulturë. Vëllezër të dashur, kur ka pas kanalizim dhe ujësjellës dhe kaldër në Sarajevo, në Angli, në Londër kanë ecë me çizme. Bëjnë tash një krahasim. Kur muslimanët në Sarajevo kanë çu kanalizimin, kaldërmën dhe ujësjellësin, në Londër njerëzit anglezët kanë ecë me çizme, balta ka qenë deri në gjuhë. E sot ku janë muslimanët? Sot muslimanët duhet të marrin ato që u ka humbur. El-hikmetu dallatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha. E mira, teknologjia, dituria, përparimi, termini, pastërtia, këto janë fe, o vëllezër të dashur, këto janë feja jonë. Feja jonë janë këta. Pra shiftu me termin, caktuar, pik. Shkote në e thirën 2 ajven penjës. E thirën një tjetër ka harru të vinjë. E thirën një tjetër i ka ndodhë dishka. Termini të ne është fe, është din. Allahu Gjelal thët vel asri, betohen në kohën.
Unë një ditë pata një bisedë, një pritje, një djalosh e prita të vinja ju vanun. Edhe kur erë thash Allah u vanove bre, tha hoq sabër bre. A tha ju na mësoni neve sabrin? Thash Allah kjo nuk është sabër, kjo është demberlëk. Dallon në mes sabrit dhe demberlëkut, në mes durimit dhe dembelit. Thash se ti e mba men sabrin, po sabri përmendet në fund të surës Vel Asr. Ato që di Kur'anin, Zoti u mundsof të gjithë inshallah. Po shikjo, sabri përmendet në fund të surës Vel Asr, ndërsa në fillim Allahu betohet për kohën, thot Vel Asri. Beton në termin, tash ti e ke harru Saadin, pse e mba pas Ramit? Shumë musliman orën e mbajnë për luksus. Si duhet, se nuk e kanë parasysh, për vëllezër të dashur. Ato që është e mirë duhet ta marrim të keqen asnjëherë, të mos i evitojmë të tjerë. Të mos bëhemi jaborgjit të huj në din, në fe. Një djalosh joni, pak i halitur, kishe dash të martohet këtu në Perëndim me një jo muslimane, e ja prezenton çështjen babës vetë, thot babi i thot unë jam dakord të martohem me kështu një pa fe. Baba i vetë thot jo bire, thot ajo nuk është muslimane, thot nuk lejohet, mos bëjmë kështu trazira, thot mami ta gjej babin i muslimane, kështu çashtu. Edhe i thot asaj fisnikes thot e diçka. Pengesa për martesën time me ty është feja. Po të ishe muslimane, tha, do martohesh. Tha, po me pranun fejna, pranon babaj, tha, po valla, si ta pranush islamin, tha, s'ka problem. Ani tha, se di islamin, tha, mos pjego pak, tha, po mos di ma hiq. Tha, qysh ti musliman se di, valla, tha, s'di. Amande? Tha, po ka një rrugdale, ha? Tha, ti bi sa CD-ja, DVD-ja, libra, kaseta, tha, ani tha, sjellmi, e ja qonë ti. E thot që kjo thot, 3 muaj kje thot afat, të më lejosh thot unë t'i lexoj, t'i shoh thot pastaj takim. I lexoni, shikoni, studioni. Në fatin e caktuar me thirr telefon thot ulë të bisedoj. Ai lexova, ai shikove tha në rregull. Çka ke vendos ta elhamdulillah, mbas asaj që kom pa për islamin tha, unë kom vendos ta pranoj islamin. Tha shqyr Zotit tha ndan, ha, tha me ty smartohem. Tha pse? Tha se ti si e musliman? Tha unë emrin e kam kështu unë jam musliman, tha le. Si që kam ba unë për islamin ti si plotëson kushtet tash martohesh me mu? Po rrugdalja, rrugdalja tha të bëj selam edhe ti herë. Lexoj mirë, bëhu musliman, atëherë të shoh. Bëhu musliman një herë dhe ti se unë bana. Pra shumë musliman kanë nevojë ta përtrinë islamin, të bëhen musliman, si ka hije, vëllezër të dashur. Andaj, i pari obligim për neve është që ne të ruajmë familjen, të ruajmë fëmijët tanë, të ruajmë rrethin tonë, ambientin. Dhe kjo është dëshmi se këtu, elhamdulillah, ka njerëz që gajlosen për këtë ditë, ka njerëz që gajlosen për këtë shoqëri, ka njerëz që gajlosen për këtë rini. Ky numër madhështor që keni marrë pjesë, kjo ka dëshmi se në zemrat tona, në shpirtat tonë ekziston imani. Por imani ndonjëherë do pësohet, imani mbullohet me gjunahe, me dembellet, me pasivitet. A di si e ka shembull, sikur një gacë, të cilën e ka mbulluar hini, edhe ti kujton se s'ka, mo ki zjarru ka shi. Çka don ai? Don pak të lëvizet, pak përpushet del gaca. Edhe imani është në zemrat tona, për ka nevojë pak pastrim t'i bëhet, pak lëvizje, emocionet të ngacmohen, se muslimani nuk është lehtë ta lënë islamin. Muslimani nuk është lehtë të ik islamin, por muslimani në shumë raste bëhet pasiv. Muslimani bëhet pasiv, i pa interesuar, i pa kujdesur. Andaj vëllezër të dashur, pra këto janë raste shembuj me të cilët ne bindemi se Islami në këto troje inshallah do të përhapet me të madhe. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Fa idha tawallaytum yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum." Nëse ju ja ktheni shpinën, ju ka thonë generatës para tyre, ju ka thonë nëse ju ja ktheni shpinën, do të vinë njerëz tjerë, të cilët do ta ruajnë këtë Islam dhe do të jenë sikur ju. Na e kemi në histori të qartë se Islami një herë përparuan arabët. Pastaj arabët ranë e murën kurdët. Salahuddin Ejubi ishte kurd i cili çliroi Mesxhidul Aqsa.
pastaj Islami kaloi te Osmanlit, pastaj Islami ka gjasa të merr në një popull tjetër Islamin, por ne që e kemi si trashëgimi, që e kemi mirath të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet të kujdesemi për këtë ditë. Pra, obligimi i parë është familja, rrethi, shoqëria. Ta kemi parasysh këtë ditë, të mos bëhemi shumë tamaqarë mbas kësaj dhunjaje e të harrojmë fenë, të harrojmë Islamin, se shpëtimi jonë, jeta e mirëfillt e jona është në hijen e Islamit, elhamdulillah. Pra vëllezër të dashur, pastaj roli jonë. Çka është roli? Nuk mjafton vetëm rrethin e ngushtë, por ne jemi të obliguar që këtë Islam t'u afrojmë edhe tjerëve. Mundësisht me veprat tona, me sjelljet tona, t'jemi shëmbëtyr, na t'jemi yrnek, ashtu siç ka qenë yrnek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ne duhet t'jemi yrnek për të tjerë. Dhe ne duhet t'jemi thirrës, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pejgamber, por ai umetin e vet e ka lënë si zavendës, jo vetëm disa njerëz, por të gjithë. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni umeti më i dobishëm, më i lavdrueshëm që Allahu e ka prunë në sipërfaqen e tokës për ta udhëzuar njerëzit. Na duhet të jemi të mirë për mbar njerëzit, na kemi parasysh se ne nuk jemi vetëm për vetvete, na nuk jemi vetëm për musliman, ne jemi të dobishëm, na jemi të vyshëm për mbar njerëzit. Wallahi me dash Zoti, e ti më u bosh shkaktar, e një njeri me dëshmu shahadeti, ti si sebeb, për ty do të ishte më e vlefshme, më e dobishme, se sa me që gjithë dunjoja e itja, se dunjon një ditë e len, ndërsa punën që ke bo për Allah, ato e merr me vete. Ti ta ndish prej dikujt fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ti je më i pasur, ti je më fituesi në rruzullin toksor. Lau hada Allahu bika rajulan wahidan lakana laka khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Sikur ti je shkaktar, Allahu ta udhëzon një njeri, Allahu e udhëzon, po ti je sebeb. Unë njëherë po ta thon dikundit diaspor, disa djemve të ri mas taravije, thash a ka fal dikush për juve 2 taravije sonte? Po shikoj një tjetrin, si mund t'i falë 2 taravije? Thash a di si mund t'i falë 2 taravije? Ta marrësh një djalosh, një vëlla tonë, një shok tonë që se ka pas mendje me ardh xhami, ti je shkaktare të vinë ti ke 2 taravije. E tani njëri nesër të punë i thotë Allahut vet, hajde me porizat Zotit, hajde ta falim taravih. Ai kishte dëgjuar tha, si e ke dëgjuar hoxhën ti me mua do t'i bësh dia. Tash po ti pse nuk i thon Allah ti sonte hajde ti, e nëse proma merr edhe një tjetër, tha s'u kujtu. Pra, taravih, xhumon, axherim, Kur'an, xhami, fejt, tribun, kush bëhet shkaktar, ai ka me vita dhe ka sevap. Andaj vëllezër të dashur, ne duhet ta kemi parasysh rolin se ne kemi një rol. Thash edhe një herë, na nuk e kemi rolin vetëm familjar, vetëm ushqimin, veshmbathjen e familjes së ngushtë, por e kemi rolin, përgjegjësinë kemi, ta kemi një vend këtu në hardiskin ton apo në USB-n ton, ta kemi një pjesë dertin e dinit, dertin e Islamit. Çka për këtë din? Çka ke punu për këtë din, o vëllai dashur? Omeri radiallahu anhu e ka pasur të shkruar karshia takut vet. Para se ta vënon kryet një jastik të flen të pushon, e ka lexuar: "Madha sanata li rabbika al-yawma ya Omer." Omer, sot për Allahun ton, për dinin e Allahut, çka ke bërë? A e pisëm ne për çdo natë vetveten çka kemi bërë sot gjatë ditës për Allahun? Dikush nuk e vet bërë natën e xhumo, bërë një natë në javë pyetje